Që ky është një vendim i qeverisë që është marrë me 11 tetore, ka datën 2024. Vendimi thotë që aprovohet ndarja e mjeteve buxhetore në shumë prej 200.000 eurove për ofrimin e ndihmës për këmbë nga fatkeqësia natyrore, vërshimet e ndodhura në Bosnjë e Hercegovinë. Pra, e mban në nënshkrimin e Albin Kurtit, kryeministri i Republikës së Kosovës në atë kohë. Pra, jemi të folë për një vendim të qeverisë i cili në vitin 2024, pra qeveria e Kosovës ka vendosur me ia dhënë 200.000 euro Bosnjë e Hercegovinës pas vërshimeve që kanë ndodhur atje si pasojë e rreshjeve atmosferike. Për me kuptu qytetarët sa ma thjesht, raportet e Republikës Kosovës, institucioneve pra, me Bosnjë e Hercegovinën janë ndoshta edhe më keq se sa me Serbinë. Ata nuk e respektojnë as marrëveshjet e arritura, marrëveshjet kyçe të arritura në procesin e Berlinit që janë nënshkruar në vitin 2022, ku marrin pjesë gjitha vendet e rajonit edhe u bë marrëveshja për lëvizjen e lirë. Pra, sot nëse shkoni në Serbi, ju kaloni vetëm me letër njoftim, pasi që është marrëveshja arritur në procesin e Berlinit. Në Bosnjë nuk mundeni me shku vetëm me letër njoftim, as me pasaport nëse nuk keni vizë. Pra ka regjim vizave ndaj Kosovës sepse nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Qeveria e Kosovës i ka dhënë domthon 200.000 euro për me ndihmu ata në fatkeqësi natyrore dhe vërshimeve që ndodhen në Bosnjë. Ndërsa tash jemi të ballafaqsuar me të njëjtën pothuajse situatë në Kosovë. Çdo vërshimet që ndodhen si pasojë e rreshjeve atmosferike nëpër shumë komuna shkaktojnë dëme të mëdha të bujqit sidomos. Në Istog, në Lipjane, plot komuna të tjera që i kanë dëmtuar shumë. Çka po thojmë bujqit nëpër rrjetet sociale, shumë pak prej tyre po kanë guxim edhe me dalë me fol publikisht, kanë thonë që nuk janë kompenzuar ende për dëmet që ju kanë shkaktuar të rreshurat prej 2023-s. Pra dëmet që ju kanë bërë 2023, 2024, 2025 nuk ju kanë kompenzuar ende, ndërsa tash qeveria po thotë që kena me i kompenzu këto që ndodhen 2026. Fillimisht domethënë qeveria ka gjetur për hapësirë me nda 200.000 euro për Bosnjë e Hercegovinën, ndërsa nuk ka gjetur hapësirë për me nisë e me i kompenzu nga pak bujqit se çka ka ndodhur. Sot kemi shkuar në Lipjan, ku keni me pa asamblisin nga radhët e LDK-s, Rinar Muratin, i cili ka fol pak a shumë se çka ka ndodhur në Lipjan, sa i ka dëmtuar bujqit në këtë vend, edhe çka po thonë qytetarët në këtë drejtim. Këtë ditë edhe komuna jonë ka pas probleme me rreth fatkeqësive natyrore ku qytetarët kanë mësuar në kulturat e tyre bujqësore, gjë të cilën e kemi adresuar edhe përmes mjeteve të informimit. Po, deri më tash, a dini si informacion domethënë deri sa ka arrit vlera e dëmit që është shkaktuar tek qytetarët? Jo, deri më tani nuk ka ndonjë informacion të detajuar, sepse formohet komisioni i cili del në terren dhe konstaton gjendjen edhe vlerën e dëmit dhe ato raporte më pastaj i përcillen edhe nivelet qendror në mënyrë që sadopak të dalin në ndihmë këtyre fermerëve. Deri më tash sa kemi pa edhe tek rrjetet sociale, qytetarët janë ankuar që ende nuk janë kompenzuar për dëmet që janë shkaktuar prej vite më herë, domethënë si shkaktar kanë qenë fatkeqësitë natyrore, rreshjet, pak a shumë e ngjashme sikur tash. A keni ndonjë informacion të tilla, ju kanë informuar qytetarët që Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave ende nuk e ka kryer kompenzimin e viteve të mëhershme? Po fatkeqësisht komuna përkatësisht dhe drejtorati i bujqësisë kanë përcjell nivelet qendror në këtë rast Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave, raportet me vlerën e dëmit dhe numrin e gjithë atyre bujqëve që kanë mësuar në kulturat e tyre bujqësore që nga viti 2023, por që kompenzimet cilat nuk janë realizuar. Unë ditën e sotme i kam përcjell edhe një kërkesë kësaj agjencie për të kërkuar më shumë sqarime sepse s'po ndodh ekzekutimi atyre mjeteve që sadopak të dalim në ndihmë këtyre bujqëve të cilët kanë mësuar. Do thotë për me kuptu qartë edhe opinioni, që kjo është përgjithësi kompenzimi i dëmeve, domethënë është përgjithësi e nivelit qendror. Pra Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave është nën përgjithësinë e institucioneve qendrore, pra qeverisë. Po është nën përgjithësinë e institucioneve qendrore, po e tërë kjo ndodh për shkak të mungesës së mjeteve të mjaftueshme që të dalin ndihmë gjithë bujqëve të cilët pësojnë dhe natyrisht që ajo vlerë duhet kompenzuar nga niveli qendror, këtë rast që është përgjithësia e Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave që ta trajtoj këtë çështje dhe ta trajtoj edhe mënyrën e ekzekutimit të pagesave. Sepse në rastet e tilla komuna domethënë nuk ka buxhet të mjaftueshëm për me dalë në ndihmë gjithë bujqëve, për dëmin e shkaktuar. Nuk ka buxhet mjaftueshëm.
Po, nëse du me kuptu dhe më thonë masartë edhe si detajisht, nëse e njëjti pronar, për shembull ky që ka mbjell këto speca, po i shohim, edhe ato që i shfasim atje në pamje, nëse është dëmtu në 2023, ai ka vazhdu me mbjell edhe me kultivu, dhe më thonë, pemë, perime, çka do që ka mbjell në tokën e tij, pastaj është dëmtu 2024, 2025, 2026, ende nuk është kompenzu për ato 2023-s. Fatkeqësisht, komuna e Lipjanit është një zonë e cila ka potencial për zhvillimin e bujqësisë dhe shumica e familjeve të ardhurat e tyre i sigurojnë nga kultivimi e këtyre kulturave bujqësore, por që fatkeqësisht ata detyrohen që punën e tyre ta vazhdojnë ndonse ka fatkeqësi natyrore të cilat u shkaktojnë dëme. A keni me kanë afër qytetarëve këto ditë edhe për m'ia përcjell pastaj përgjigjet prej Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave? Natyrisht, unë personalisht jam kontakt vazhdueshëm edhe me të gjithë ata bujq të cilët kanë qenë që nga viti 2023, i kam pyet vazhdimisht se a ka ndodhur ekzekutimi atyre pagesave, por që çdo herë po ka përgjigje negative nga ta. E kam marrë përsipër personalisht këtë çështje dhe do të angazhohem që ta trajtoj dhe të ndodhë realizimi atyre kompenzime.